Ministër, i nderuar rektor, kolegë, student, para zgjidhtash një muaj të mbar se ky është muaji juaj, tetori. Fillimi i një viti të ri shkollor për ju, me plot shpresa dhe plane për të ardhmen, por që këtë vit përkon edhe me një iniciativë të re, pjesë e Paktit për Universitetin. Pakti për Universitetin filloi në fund të vitit 2018 dhe nga ajo kohë Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Universiteti Politeknik i Tiranës kanë bashkëpunuar në mënyrë të ngushtë duke përfituar në mënyrë të anasjellët nga projektet dhe nga suporti që ne kemi marrë për sa i përket angazhimit të profesorëve dhe studentëve, por nga ana tjetër edhe nga praktikat që janë zhvilluar në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë duke akomoduar mjaft student të këtij universiteti. Megjithatë, sot më shumë se kurrë është e rëndësishme që Shqipëria të punojë për ngritjen e një kapitali njerëzor i cili do t'i përgjigjet kërkesave të integrimit në Bashkimin Evropian dhe jo thjesht kërkesave të tregut tonë. Industria e rëndë, ajo që përfshin transportin, që përfshin minierat, ajo që mbulon shumë sektor jetik të vendit, sot më shumë se kurrë ka një kërkesë të jashtëzakonshme për burime njerëzore, të cilat duhet të jenë jo thjesht të afta dhe të gatshme për të përballuar gjitha sfidat, por duhet të jenë të trajnuara dhe të kenë kaluar të gjitha fazat e edukimit sipas kritereve që Bashkimi Evropian sot ka vendosur. Pa njerëz të formuar, pa të rinj të arsimuar dhe të trajnuar, çdo reformë, çdo investim, çdo vizion mbetet i mangët. Prandaj sot, më shumë se kurrë, duhet të investojmë tek të rinjt. Tek ata që do të jenë nesër inxhinierët, mjekët, që do të jenë ekonomistët dhe juristët, që do të jenë specialistët e transportit dhe të aviacionit. Ata që do të dheshin Shqipërinë drejt një zhvillimi të vrrullshëm dhe mbi të gjitha të qëndrueshëm. Për këtë arsye, qeveria Rama ka hartuar një program qeverisës që vendos njeriu në qendër, duke ofruar paga dinjetoze, kushte pune konkurruese, mundësi reale për zhvillimin profesional. Brenda këtij mandati, paga mesatare kombëtare do të arrijë 1.000 euro, por, siç tham, nuk mjafton vetëm paga. Me thelbësor, patjetër, është krijimi i mundësive të arsimit dhe trajnimit profesional. Shkollat do të transformohen në qendra multifunksionale, me konvikte dhe kurse, duke i pajisur të rinjt tanë me certifikime ndërkombëtare që do të njihen kudo dhe veçanërisht në Europë. Ky është një investim i drejt për drejt në kapitalin njerëzor. Formimi i brezit të ri është prioritet i posaçëm dhe i Ministrisë së Infrastrukturës dhe të Energjisë, e cila ashtu siç thash, mbulon sektori jetik të vendit dhe të ekonomisë. Ne synojmë të rekrutojmë profesionistë të ri jo vetëm për t'i trajnuar, por për t'i përgatitur dhe ofruar punësim afatgjatë në projekte konkrete të infrastrukturës që tashmë janë të shumta, duke nisur nga aviacioni, tek industria detare dhe padyshim tek energjia. Një pjesë e mirë e ekspertëve që punojnë në këtë sektor janë në vitet e fundit karrierës së tyre dhe do t'i duhet t'i lënë stafetën një gjenerate të re profesionistësh për të garantuar zhvillimin e vazhdueshëm të vendit tonë.